Selam aleikum të dashur shikues radio televizionit Iliria, mirë se erdhët edhe këtë të martë në emisionin Ta njohim të vërtetën. Ju falenderojmë të gjithëve që jeni pranë ekraneve dhe keni nda kohën me qenë bashkë me neve. Si zakonisht të ftuar në studio e kemi të nderuarin profesor doktor Shevqet Krasniqi. Emisioni është drejt për drejt, ju mund të bëni pyetje në 046 2200 22. Emisioni përveç që transmetohet nga valët e televizionit, gjithashtu transmetohet edhe nga të gjitha rrjetet sociale të profesorit të nderuar në Facebook doktor Shevqet Krasniqi, në kanalin e YouTube-s, po gjithashtu edhe në TikTok. Profesor, selam aleikum, mirë se erdha. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuhu, mirë se gjej. Allah të nderoft që dhe sonte e ke nda kohën me qenë bashkë me shikuesit tanë. Profesor, e kemi një pyetje, një dëgjues thot, a konsiderohet vetvrasje nëse vozit me shpejtësi të madhe edhe vdes në aksident trafiku? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu në falenderojmë për çdo mirësi dhe për çdo begati, po dhe për metë që ne ka dhënë në kry, e ne ka mosh kryt me men, e ta i dikush i përdor, e dikush vetë që bank ta kry për srani, e nuk i përdor, e punon kundër vetvetes, e punon kundër familjes, punon kundër shtetit, punon kundër trupit vet, punon kundër shpirtit vet, punon kundër ahiretit vet. Allahu na ruajt. Salavat dhe selam dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me të cilin Allahu dërgoi rahmet për njerëzimin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ty Muhammed të kemi dërguar mëshirë, rahmet për mbar njerëzimin. Çdo veprim në çdo formë që ndikon me përshpejtu e vdekjen, e që nën kupton me rreziku jetën, sepse ne dim që vdekja është caktuar, por për thëmë pak me një fjalo, me një shprehje tjetër, që rrezikon jetën e vetë, e qëtë vetën në cep të vdekjen, në stëm të vdekjes, është haram, i ndaluar. Ndash tjetë sport, lloj sporteve ekstreme, që njifen ashtu, sport ekstreme, ku ekspozojme vetën e tyne për rrezikshmëri të randë, të rrezikshmëri të madhe, për vdekje, ose gjymtim, ose paralizim, ose thymje, shkapërderdhje, llomitje trupit e të tjerë, qoftë në përmjet vozitjeve në automjet, që është pyetja në fjalë, qoftë në përmjet formave të ndryshme, ku njeriu don me bë diçka për me ra në sytë e tjerët, jo rën pa hunger, jo hanë diçka që sahet, ha të pranë, jo e ngarkon vetën shumë, e sfidon vetën, forma të ndryshme. Pra, çdo veprim, përgjithësoj, i cili i rrezikon njeriut shëndetin e vet, jetën e vet, është haram. E pastaj, sa më shumë i rrezikohet jetën e vet, është harami më i madh. Kjo duke bazuar në argumentet shariatike, nga Kurani dhe nga Suneti. Mjafton ajeti kuranor, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Mëse çani vetveten, mëse shpeni vetveten në tahluka, në shkatërrim, në helaq. Pra mëse çë vetveten në shkatërrim. Ruaj shëndetin tënd, ruaj mendjen tënde, ruaj gjakun tënd. Këto janë fundamente që duhet me ruajt. Shpejtësia e madhe rrezikon jetën. Tani, nëse njeriu vdes në atë gjendje, ai ka vdek në vdekje jo të mirë. Nuk është vdekje e mirë me vdek nga shpejtësia në komunikacion. Ne themi se po pas ka qenë kader, a më tje ke lypë. Ndërsa nëse duke ecë normal, standard, në bazë rregullave që kanë vendosur njerëz të meqëm,
ekspert të fushës përkatëse. Dhe vjen ndonjë kadër, vjen ndonjë gure prej snaltit, ndonjë makinë ndodhe rasisht e mërgjumi atë, ose vjen takserati ka se pret heq, që shtot populli, dhe ka njeri vdekjen, që atërë thu Zoti ma qaj, as di ka herdh, as di që ka ba, nuk e lypa ma qaj Zoti. Me thjeshtu se smundjen ta që Zoti, për smundjen ka nërëbën edhe e bëdhe veti. Për shambull, nëse pën ka një pako, 2 pako cigareve, edhe mas 30-40-50 viteve, të kap kanceri në mushkëri. Qa thu, ma që Zoti a e lypa vetë, ta që Zoti ma se lype vetë. Ndërsa qifti jemi yti edhe shumicës tonë që nuk pim dohana, nuk e lypëm, por Allahu zgjedh për neve qka të donë. Allahu begenis e zgjedh për neve një sprovë. Nëse kemi lypë, themi Allah ma ka qu. Edhe të vdekja, vdes antari familjes, Allah e more robin e vetë. Po antari familje, vdekja është e njëjta, po del edhe kacafytet me njerëz. Hund përpijet, nuk len njeri pa kacafyt, pa kap me te. Dhe sa, se shtat populli bjen hun lesht, e tani njane ka takseratin, tjetër ka e gjelin, edhe dheq. Nuk është e njëjtë. Këj pare dheq për e gjelit, ndërsa i dytë edhe i për gjelit, ama e lypi. Për atë arsye, për atë vdekja është përgjec, ndërsa kë nuk ka përgjec. Për kontrazi për të është spastrim kësë provë, për atë nuk ka spastrim, është ngarkes. Pra në komunikacion dhe të pas kujdes vëllezërit tanë, të cilët i grajnë makinave shpejt, sepse me nëzanë vdekja në shpejtësi të madhe, nuk ka vdekje mirë. Kje për vete, po për të tjertë, antarë të pasagjerë që i ki me vete, me bosh kaktar me mytë ata, i mërë në qafë. Kalimtarë të tjerë, ose me rokë ndë një makinë, me godin ndë një makinë tjetër, dhe në pas e gjelin a i me dekë, a je përgjecë? Po, për atë arsye në kësa raste, në ligjin shariatik, nuk quhet vrasje qëllimt, sepse nuk ka qëllim e vra kërkan, ne nuk po dyshojna. Por ne e quajmë atje vrasje ngjajshme të qëllimtën. Se rrjedhoj ajo gjënaqar, sepse në ka marrë sebepet me rujt, për kontrazi ka marrë sebepet me myt dikant. Po qëllimi se ka pas, vetë qëllimi dalën. Dhe njerëzit kanë vdek. Andaj ka bo gjëna, andaj dohet me pagu gjakin e tyne. Në komunikacion, nëse me faj të shoferit, pa faj të kalimtarit, apo të makines tjetër, e shkel njeriun, apo a i në makine mbyt atë e bëndeshe dhe mbyt, e ke gjënahin, dhe të më rojë sikfar të Zoti, do të me pagu dijen, gjakun me pagu familjes tina, edhe do të me bo kefaret, me i agjerue 60 ditë raze pa ndërprej. E nëse janë 2-3 antarë, pasagjerë, qytetarë, kalimtarë, do të 3 dije, 3 gjaka me pagu, dohet 3 kefarete shpagimi me agjeru ka 60 ditë, edhe dohet me u pendu të madhe Zot. E çka fitove? Asë gjë. Për atë policia të cilët trafikut, të cilët i përcjellin, i vëzhgojnë me radare, me patrollat të ndryshme, rrugët, veçanti rrugët e shpejta, bëjnë një punë të mirë. Sepse po mos jenë ata din me qenë, puna me qenë dhe me keqe me rrezikshme. Pra, do të pas kujdes muslimani, na nuk e dim sjell Zoti vdekjen, por ne nuk gëzojna me lyp vdekjen e keqe. Nuk gëzojna ne më bëj sebeb për vdekje. Për kontrazi, do të më bëj sebeb me ik vdekjes. Se puna e smundjes. Pse lyp ilaçin? Sepse këshir më bëj sebeb me ik vdekjes. Në fakt vdekjes së nik. Po në për marrë sebebet, tërsa s'pa bëj kur që. Vë sebeb për marrë. Këto me ilaçe, atje ja zvegle shpejtësin, atje i marrë masat,
teknike dhe kështu me radhë. Profesor, një dëgjues tjetër pyet, thotë, dëgjues në fakt, thotë më ka vdek burri edhe po më zhdit na shumë. Veç mas dite, po thotë, po du me lujt prej menve prej mërësisë. Ka të drejt, motra pjesërisht, sepse në fakt vdekja e burrit për gruan është një bela e madhe. Vdekja e burrit për gruan, po flas për shumicën e grave, se disa grave vdek burrat i pështojnë, e disa gra tjerë me vdek burrat kënaqen, gëzohen, ato dolet i qesin të krokodilave, pa pasha Zotin, thënë o Zot për i mirë të na pështove, po, me s'kam prit me vdek burra, plet ka. Por ka dhe motra, sa të dush, gra, të cila me vdek burrat, tamam çështat popull në fjalë tort, ja që të futën e zesë. Edhe nga ana e dashnisë, të një pjesë e motrave. Edhe nga ana e përkujdesjes, fëmijëve, dhe shumë sene tjera. Për ata zatën një prej urtësive pse Zoti e ka lënë idetin, kohpritjen për grua 4 muaj dhe 10 ditë pas vdekjes së burrit, dhe ka lënë mbajtjen zi gjatë kësaj periudhe për gruan 4 muaj dhe 10 ditë, është edhe kjo. Pikëllimi, mërzia e madhe që përjeton gruaja, s'paku një pjesë e madhe motrave tash. Mas kthejmë ata që përsërita më herët, një pjesë e madhe motrave, pikëllimin, mërzinë e madhe që përjetojnë pas vdekjes së burrave të tyre. Andaj është e kapshme dhe logjikshme që gruaja të mërzitet fort për burr, duke mos harruar edhe në natyrën e saj emocionale, si femën, natyrën e saj për nga qëndrimi në shtëpi, shumica e grave rrinë në shtëpi, përkundër burrat që dalin e habiten e punojnë, e mashtrohen, e andej këndej. Pastaj, traditat tona janë të tilla që gruaja ka më vështirë me martu me burr tjetër. Ku me gjetë atë burr, kush e merr, ku me lanë fëmin, një kallabllak, një lëmsh. Problemesh, e sfidash, i dalin para asaj gruaje. Andaj mërzitet, edhe me të drejtë mërzitet. Por në anën tjetër, ne musliman, si musliman që jemi, që besojmë kaderin e Zotit. Kaderi e Zotit është kader. E ka shkruar Zoti me vdek, e ka shkruar me vdek. E pas ka shkruar me me të vej, e ka shkruar me të vej. E ka shkruar Allah të fëmijë me të pa bab, pas ka shkruar me të pa bab. Dhe se vdekja, sado që ke dash një njeri, vdekja të ndan për tina. Për ata ka në hadith vërtet ku Gjibraili a.s. erdhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, ja Muhammed, ahbib men shi'ta fa innaka mafariq. Dujo Muhammed kënë të duash, ama dje se prej ti ke më nda. Pejgamberi deshti Hatijën, sa deshti, ma shumë se kej dy janë. Nuk ka peshoj që peshon dashurinë e pejgamberit ndaj Hatijës. Megjithse ishte më e vjetër, rreth 15 vite, megjithse ishte e vej, por ashtu Zoti e lidhe këtë djalështëri me atë grua fesnike, bujare, të menqër, të devotshme, të sinqert, me tënë të mirat e Zotit, aty ko shefa për pas mosha, që ishte me vjetër edhe nuk ishte virgjer, ishte vej. Amo këtu nuk e penguan Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ta kreni lidhje me te,
edhe kur vdiq Hatijja, fort të mërzit. O, Zoti jam. Sa që Allah i madhruar ndeshë të angushloj robin e vetë. Nga ana emocionale, me fjallorin ton, psikologjin ton, se është pak ndoshta tepër për fjallorin ton, gati sa rrezoj pejgamberi nga ana emocionale. Sigurisht mos më met kërkosh. Nga ana e jashtme e krahut, i thy krahu i djathtë, kuptim figurativ me vdekjen e agjëseve të Talibit, njëri krah nga anë emocionale me Hatijën, vdekjen e saj, tjetri krah jashtë shtëpisë, ndavet, që Daviti ishte gjithçka për te, me vdekjen e Talibit, edhe o rëndua shumë. E Allahu deshte të angushloj, edhe morri, eftej për mësafer, linurjeki min ajatin al kubra, dhe i tha hajde nalt, eja, tek paria jam qilën e shtatë, për me të tregu ty argumentet më dha. Dhe atje pa gjeneti, dhe atje pa gjenemin, dhe atje pa Ibrahimin, dhe atje pa Ademin, dhe atje pa Isufin, dhe atje pa Isaun, dhe atje pa Harunin, dhe atje pa Jahjan, dhe atje pa rand të shkupe pjetë pejgamberi, e me la që dejte qili shtate deri tek Sidrat il-Muntaha, deri sa folin me Allahun te bareke ve taala, Beitul Mamur, qabën e qilit shtate, pa gjenete, pa gjeneme, pa për me ngushtu. Tani, pandash me folë për Isra dhe për Mirajin, pra njëri kër e dën dikend, mërzitet, është e vërtet. Mërzitet. Ama, dohet më da, pra, ahbib men shëte, fe inneke më fariku, i tha Gjibrili pejgamberi, duaj e kanë të duash, ama dje se kemi nda. Nga kjo, kur e ndëgjej dikend unë në për të panë, ose se kom bo men, në kur që më dësnane, më dësë baba, ti a je men, a je pa men. A je a gjami fmi, a je pjekne, i pjekune për e pjekne. Ti veç a kenë kontrol vetëm dhe që për fletë. Dhe me thonë, ti si vajsëm, s'ma shumë do të femrat, ose si djallë, i ke bërë 30 vjetë, i bërë nanë, apo të karkohën bërë nanë, apo i bërë babë, apo të karkohën bërë babë. Më rëndësi e pjek, dhe nuk e ke bo menti që në dy një ditë dësnana, dësë baba, e që bo në menti rësenti? Që ke bo menti? Ja, ato mena ke lanë të shpia, në sanak e ke pojtë me veti. Të përë që pa folë? Të më nëshme thonë, se kam besu që qenë ka qëran. Po, sepse për unë kërrez njëri nuk e di. Tamam njëri nuk e din. Kër për unë kërrez vetë, atëherë e din. Ashtu mund është me thonë. E rëndësishme, pa dashme zgjatë, motra ta lutë Zotin për te, inshallah Allah e bashkën me të në heret, e jaruan të evlat që i ka, e nëse është motra e re, dhe ka nevoj për burë, halala ka më martu, por e njëherë mështë, sigurisht ndoshta është frikë, kështu ashtu 4 muaj 10 ditë e në ka të drejtë, e për qaqë ko, nashta pak adaptohet, se randë është. Ama ligjit Zotës më në mihkë. Kullu nefsin dhe i qatul maut. Kullu men alejha fan, la ilaha illallah. Çdo krijes, çdo gjallës, do të shjeftik.
Inneke mejitun, o innehum mejitun. Ti Muhammed ke për të vdekur, po edhe ata kanë për të vdekur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kush mbetet pas Allahut? Ai i cili ka qenë para se të jetë të ketë diçka në këtë dynja. Dhe ai mbetet edhe pas se të shkatërrohet çdo gjë në këtë dynja. Ai mbetet. E pastaj krijon sërish apo e ringjall krijesat e tij në botën tjetër. Allahu na mëshiroft ya Rabbi. Amin. Inshallah të dashur shikues, shkojmë në një blok të shkurt marketingu të rikthehemi prapë në studio. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webfaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Selam aleikum të dashur shikues, u kthym prapë në studio në emisionin Ta njohim të vërtetën, ku jemi drejt për drejt me mysafirin e nderuar doktor Shefqet Krasniqi. Profesor, një dëgjuese ka një pyetje të gjatë, po që është në rëndësi me ja lexu. Përshëndetje thot për juve dhe për hoxhën, jam një nanë e 5 fëmijëve, edhe po munon shumë jeta sepse burri po më gjykon, po më prek në moral. Çdo ditë, po kohëve të fundit shumë jam lodh edhe po munona me duru, po s'po moj. Punoj çdo ditë, sepse ai nuk punon rregullisht. Po më bën shumë presion psiqik, a e kam gjuna me lyp divorc, se po kam frikë mos po hin gjuna, sepse burri është i rritje tim, po është shumë kam rrin kry, edhe te familja jeme kur shkoj, prapë më bën presion edhe më prek në moral. E kum duru, thot se më kone lidh me Zotin, për që ato e kum duru. Po edhe durimi ka fillu më hup, ka fillu më mlan, nëse s'po jam mirë, po thot edhe s'po kam forcë as për fëmijët e mi e as për familjen teme. Kudo që shkoj, dyshon, çdo herë, po thot tash më ka hup edhe shpresa dhe nuk po di çka me bë. Nënë 5 fëmijëve. E këtë që prek moral të? Qa do me thonë kjo më prek moral? E akuzon, i bën presion. E akuzon. Që ti po shkon me dikon. Akuzon. Por e rahate, ku shapo ditash, veç zakonisht që si fjalë përdorën. E randë është ajo, me akuzu grunë në moral, quhet shpifje. Është e randë kjo punë. Burri ka të drejtë me vëzhgu, me përcjell gruan e tij. Por, kur të fillojnë të akuzat, të dyshime, tani më e mërtat pjesën. Lidhja martësore mërtat pjesën, më është zërë më këthy në stabilitet në gjendin e me hershme. Që më thonë e mëtër, që më thonë vlau, i ki 5 fëmijë. Që më të thonë? Në fakt nëse jetat bëhet e padurueshme, presioni është atë që më sa që së në doran, ti ke të drejtë me kërku shkërëzim pejtina, por para prakisht duhesh me madhë disa sene. Sepse shkërëzimi nuk është sen i vogël. Nuk është hap i vogël që merr njeriu. Është hap beg i madh. Ku mund t'ja ndryshojë njeriu të jetën për 180 shkallë. Mund nga ana pozitive, por mund t'ja ndryshojë edhe nga ana negative. Mund t'ja ndryshojë për së miri, pështë Zoti, e pështën Allahu, por mund edhe për së keqi, ku i bie shumë keq. Kështu që ma të senet mirë, e Allahu ta zgjat hajrin,
Në kësa rast të bërë më konsultu edhe me prind, nëse i ke gjallë, apo me dikën të familjes që edhe i besan tamam, po edhe është i matun, nuk është i gotë shumë, i shef senet pak largë, e pështet jo Zotit, pastaj. Allah të azgat hajrin për dënja për ahiret. Disa gjyshër pyesin thojnë, ne ka falë Zotin një nep edhe po e dojnë a shumë. Prej dashnis, pëthojmë qika jeme. E s'ka det. A është në rregull kjo? Ja, nuk prish puna, qika jem, djali jem. Nuk ka det. Atë ka baba qika, atë ka nalla djali, atë ka qika, atë ka djali, nuk prish puna je. Të kësa emra përgdhelës, që i përdore, njeri ju ndaj tjetërit. Emra përgdhelës, vëglushi jem, roshja jem, princi jem. Emra përgdhelës janë këta. Emra përgdhelës. I përdore qifte bashkërtor me zvete. Pa ma shumë fillim përdojnë, tani më dikur i rënohet, nuk përdojnë, për fillim zakonisht i përdoren. Po i përdoren edhe prendër të gjëshërit për djemë të për nipa, së nipa, po emna përgdhelës. Emna përgdhelës janë, kujtoj në gjithë të botës, kujtoj, nuk e di, kujtoj. Gjuhën Shqipe janë emna përgdhelës. Gjuhën Arabën shumë të njohur, shumë të njohur, emna përgdhelës. Dhe është një stili veçantë i gjuhës arabe, me përdojnë emna përgdhelës. S'ka dërtë, halal është kjo punë. A lejohet me u lut në Varreza, kur shkoj me i vizitu me valutje për të vdekurit? E për qa shkojmë në atë? Ne të Varreza shkojna, mi u dhanë selam, që shka në hadith të Aishës, ku pejgamberi, e ka pitë pejgamberi njëra se vëllat, që ka me thonë, kër shkojmë të vorët, ka thonë, thëne, Assalamu alaikum, ahlet diyari, minel mu'minine, wal muslimine, wa inna insha Allahu lallahiqun. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Assalamu alaikum, ju banor të në Varreza, besimtar e musliman. Edhe ne inshallah do të bashkohemi me ju. Do të bashkohemi. E lësë Allahun për ne dhe për ju me na falë. E pastaj, afrohesh të vorri babës e nanës e vllatë e motrës e, ose shokut të nëse, e jep një selam të veçantë. I del para kokës, para të anë për pak ka kibla, dhe jep selam. Selam aleikum nana jam, baba jam. E lutë Allahun o Zoti jam. Ndreqeja vorën. Bushja varën me dritë me nur. E jo me rësirë. Zgjereja varën e mos jam është. Letësaja jetën Varreza e mos jam vështërsa. Fala gjenahet e ti. Pranaj veprat e mira. Kënaqja dhe bëje të lumë të shpirtin e ti, ja Rabbel Alemin. Bashkë shpirtin e ti, apo shpirtin e saj, me shpirtrat e evlijave dhe miqve tu. Ja Rabbel Alemin. Për dhe neve o Zot. Bjerë në vdekjen me iman, e mënsana që fjale jo në fundet jetë la ilaha illallah. Edhe neve letësana jetën Varreza. E kur vdesim edhe ne bashkan e shpirtat ton me shpirtat e vlijave tu e prej tynet nanës e të babës e të dashërve tonë. Pra lutesh dhe lutje tjera të ngjajshme, me lutje të rëndomta që ti kap truni, ti thot, ti kupton mendja, po dhe ta thot shpirti.
e thu me zemër, e ndijen, kështu lutesh. Profesor, një dëgjues e pyet thotë ka me udhëtu, ka me shku në Gjermani te qika për pushim, po ta kom haram në shtëpi dhëndrit me nejt pashami. Dhënri është mahrem i vihrës, i nanës së gruas. Sepse nana e gruas, nanën e gruas, që dikush e thot gjyshe, dikush viher, dhënri, personi cili është martu me vajzen e saj, me qikën e saj, e ka haram e martu me te deri në kiamet. Madje, a i mbetet mahrem i sajna, edhe nëse ndahet me qikën e saj, apo i vdes qika e saj. Allahu ka thënë në Koran, wa ummahatu nisaikum, edhe nënat e grave të juaja, kur i cek ndalesat për martesë. Dhe nënat e grave të juaja. Kështu që me ata që ke haram e martu, ke të drejt automatikisht me u vetmu, me udhtu, me pa pashami, e kështu me radhë. Normal, ty shë motrën tënde, halën tënde, gjyshen tënde, s'ka dërt dhe viherën, s'ka dërt heq. A nëpse vihra natyrisht ngushtohet për dhënrit, por me ngushtu është diçka, nërsa me qenë i lejuar është diçka tjetër e për ndaluar. Andaj, është shumë normale dhe s'ka si problem që gruaja të rënë të qikave të para dhënrit vetë, pashami, ty është rënë para djelëve të vetë, njëjtë. Njëjtë. Sepse, ajo është mahrem i sajna, i afërm i sajna, e ka haram e martu me te, deri në kiamet. Po. Dëgjues tjetër pyet thotë çfarë dua mujna me bë para se me pi ujin Zemzem. Uji Zemzem, ka në hadith, ma o Zemzem lime shori bele. Uji Zemzem është për atë që ka pihet. Nëse pihet, me të hek etjen, të hek, nëse pihet, me të largu të undit, urin të largan, nëse pihet, me të shëru, me të mjeku, të mjekan, e kështu me radhë. Të parë të umetit, seleft, po dhe ata që kanë arë pas tyre, derisa dhe kësaj dite, kur kanë pi ujë Zemzem, kanë bërë nga një doa lutje. Dikush për shambull, Abdullah ibn Abasi, ose Abdullah ibn Umeri, dhe të zëtë për pi këta ujë për etjen e ditës e kiametit. Nga se ditën e kiametit, ujë nuk ka me pi, për pas këroj bërimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por aty ku ngjallemi, aty ku dalim nuk ka ujë. Temperatura është e lartë, sikleti është i madh, etja e madhe, e robi ka nevojë për ujë. Thot po i pi këta ujë, që atje Allahu mos më mlan me pas etje. Tjetër atje i lagë sytë me ujë Zemzemit, dhe thot o Zot, bënja këtyne syve të mi, haram zjarën në gjehnemit. Tjetër atje e pinu i Zemzemit edhe fërkon syt me të, të Zot, bëma pastërën për gjenahet të cilat i kam ba me këta sy, apo me këtë guhë që e pinujt me te, dhe kështu më radhë. Ose ka ndo një smundje, dhe të Zot bëma ilaq për këtë smundje. Thjeshtë kjo. Po. Profesor Allah të shpërbleft. Faleminderit për kohën. I falenderojmë edhe gjithë ata që ishin bashkë me neve në emisionin Ta njohim të vërtetën. Deri javën tjetër, mirëmbëjtje, selam aleikum.